Faleminderit, zoti kryetar. Falenderoj paraprakisht gjithë deputetët për pyetjet e bëra dhe do desha që për secilën pyetje të kem përgjigjen që unë di, përgjigjen që unë kam në të përditshmërinë time si drejtori i përgjithshëm jam pas, që kam konstatuar. Atëherë, për sa i përket pyetjes së parë, nga deputeti ushtrua pyetje që pse ishte një përgjigje e vakët për këtë lloj situate që realisht ishte situatë shumë sensitive dhe situatë shumë e rëndë që duhet ta pranojmë gjithë. Atëherë, unë duhet t'ju vë në dieni që nga drejtori i përgjithshëm i AMP-s, nga vetë Agjencia Mbikëqyrjes Policore, janë bërë disa prononcime publike dhe jo vetëm një, ku është paraqitur shumë qartë masat e marra nga institucioni që unë drejtoj për gjithë punonjësit brenda institucionit, të cilët kanë qenë pjesë e procesit qoftë në rekrutim dhe qoftë në kontrollin e duhur që duhet i bënte të ndjerit edhe gjithë punonjësve të tjerë të AMP-s. Kjo e bazuar në ligjin për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Gjithashtu është bërë dhe prononcimi i dytë që nga vetë Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë është bërë kallëzim penal për të gjithë procesin e rekrutimit, si edhe për proceset e vijueshmërisë në punë për sa i përket forcës posaçme operacionale, drejtorisë forcës posaçme operacionale, për ato element që ne kemi parë që është shkelur ligji. Për pjesën administrative, siç e thatë edhe ju, unë kam marrë masa të drejtë për drejta duke pezulluar të gjithë zinxhirin komandues drejtorisë forcës posaçme operacionale, e cila jo më larg se sot janë marrë masat e një hetimi disiplinor ku konstatohet për një përjashtim nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore dhe vretje të tjera administrative, duke filluar nga vretjet e rënda dhe me vretjet të lehta sipas asaj që ne kemi konstatuar nga grupi i caktuar me ligj, i cili është grupi brenda AMP-s që bën, le të themi, mini vettingun e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, mini vetting në kuptimin e asaj që ndodh, jo mini vetting në përgjithësi. Megjithatë, nga ana ime, që kur kam marrë këtë detyrë, unë e kam bërë dhe tek njoftimi publik, në bazë të ligjit për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ku drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore ka për detyrë që të kontrollojë edhe vetë punonjësit e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Kjo e bazuar në ligj për arsye sepse ka një të drejtë ekskluzive për sa i përket qoftë nëse merr informacione, qoftë nëse sheh që përditshmëria nuk shkon konform atyre të, le të themi, shinave të shtruara ligjore, unë kam pas komunikim përpara se të ndodhte ngjarja, që kur kam marrë detyrën disa ditë më vonë, diku mos gaboj 2 javë më pas, me të gjitha agjencitë ligjzbatuese për sa i përket shkëmbimit informacionit, për sa i përket të gjithë forcën operacionale të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Dhe pres përgjigjet nga institucionet. Pasi ne jemi të qartë që siç ka disa afate ligjore për të rekrutuar në punë, ka dhe disa afate ligjore për të marrë masa administrative apo jo, apo për të pritur përgjigjet ligjore, afate ligjore që duhet të respektoj unë nga institucionet e tjera që të më kthejnë përgjigje. Atëherë, pyetja e dytë, a i plotëson të gjitha kërkesat buxhetit 2026. Unë besoj që tek raporti ose më mirë tek informacioni që ndava me ju, besoj që i plotëson. Pse? Sepse po të shihet me kujdes raporti, unë asnjë moment as me, le të themi, me trupën e punonjësve, kolegëve të mi, varësve të mi, që kemi përpiluar këtë raport, nuk kemi thënë që ky është një buxhet i kërkuar nga ana jon për një periudhë 2026. E kemi shtrirë në kohë për të bërë një tablo të qartë se si ka qenë financimi i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, që për ndryshimin të ligjit për herë të fundit në vitin 2021. Dhe këtu janë zërat e qartë. Nëse do të besoj që dua ta bëj këtë përgjigje që t'u jap përgjigje edhe pyetjeve më vonë, që janë bërë më pas. Atëherë, nëse themi që pse nuk keni planifikuar
buxhet për pjesën e vëzhgimit, metodave speciale të hetimit, kontrollit të subjekteve të përcaktuara në ligj, unë tek zëri i fundit ju kam cituar që është blerje pajisje zyra dhe vëzhgimi. Dhe këtu nuk jam blerje pajisje zyra as tavolina, as karrige. Blerje pajisje zyra, për shumë arsye, ne e kemi titulluar kështu, është një sallë e cila monitorohet nga AMP-ja, e cila monitoron për rastet të procedimeve penale me autorizim prokurorive përkatëse, ku ne kryejmë veprimet hetimore. Masat e marra për punojësit të AMP-s, ju a thash pak a shumë tek përgjigja e parë. Janë marrë masa, deri në këtë moment që po flasim nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore, janë marrë masa qoftë me përjashtim nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore, qoftë me curit të rëndasit disiplinore, qoftë edhe me dorëheqje nga punojësit që për shumë arsye kanë parë të arsyeshme mos të jenë më pjesë e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Por, nga drejtori i përgjithshëm i AMP-s, nga unë, që në momentin e parë janë ngritur dy grupe pune, të cilët konstatojnë në kontrollin e të gjitha dosjeve personale dhe jo vetëm, kontrollit të verifikimit të figurës me të gjitha sistemet që ka në përdorim Agjencia Mbikëqyrjes Policore, por dhe sistemet e tjera të cilat i ka Policia e Shtetit që ne kemi akses, duke kontrolluar për secilin nga punonjësit e Mbikëqyrjes Policore, nëse ka patur shkelje gjatë rekrutimit, apo ka shkelje në vijim edhe sot që flasim gjatë gjithë periudhës. Për çdo rast që është konstatuar, ne kemi grupi i nxjerrë me urdhrin tim, ka përpiluar proces verbalin përkatës me prova që duke nxjerrë dhe në përfundim dhe rekomandimin se çfarë duhet të bëj drejtori i përgjithshëm i policisë për rastet konkrete që janë evidentuar. E them me prova, e theksoj me prova sepse duhet ta kuptojmë që në momentin që merret masa më ekstreme e përjashtimit nga një institucion, absolutisht nëse e kemi të bazuar me prova dhe ne jemi më komod si agjensi dhe si institucion shtetëror, që të ballafaqohemi me këdo në gjyq për procesin civil i cili jam i bindur që dhe ju e keni dijenin që secili nga personat ka të drejtën e tij dhe ne ballafaqohemi përditshëm me këto raste në gjyq për arsyet e përjashtimit kur kemi pas marrë